Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Për të mbajtur Belindën, Rama do të lëshojë Lindën, Çimpeka plas bombën. Në një klim të tensionuar politike ku opozita ka lajmëruar protestën e radhës më datë 22 dhjetor, debati publik fokusohet te strategjitë politike dhe lëvizjet e ardhshme. Ndërkohë që qeveria përballet me kritika për paketën e re fiskale, e konsideruar si një mjet për pastrimin e parave të drogës, vendimi i gjykatës kushtetuese për rikthimin në detyrë të ministres Belinda Balluku ka shtuar më tej polemikat. Në analizën e tij politike, Arnold Kariqi, gazetari Çimpeka, gjithashtu theksoi se opozita ndodhet vazhdimisht nën presionin e kritikave për numrin e pjesëmarrësve në protesta, një narrativ që atribuohet kontrollit të medias nga ana e qeverisë. Strategjia e sugjeruar për forcat opozitare është e qartë, të shmangen çdo lloj pazari politik dhe t'i përcjellin një mesazh të prerë publikut se qëllimi i tyre final është largimi i qeverisë aktuale nga zyra. Argumentohet se ajo që nisi në gusht me çështjen Balluku do të përfundojë në dhjetor ose janar me Linda Ramën. Zgjedhja e Ramës për të mbajtur në qeveri ministren Balluku përshkruhet si një lëvizje që do ta detyrojë atë të lëshojë Lindën, një simbolik për dobësimin e pushtetit të tij.